këtë punë e bëj për shkak se e du shumë edhe e shoh një mënyrë tamël me jap kontribut për Kosovën, se qysh me thonë edhe kom studiu jashtë Kosovës, me shumë qef jom kthy me jetu në Kosovë dhe që kjo është kontributi jam. Une nuk e kam jetën, kështu nuk e kam pas aspektin profesional shumë të njëtrajtshëm me thonë, që e ki zgjedh një profesion, kër i ke pas 18 vjet, e ke jap kontributin tën qatë profesion. Une e kom ndru profesionin. Jom taku me një mentore, cila jeton në Amerikë, edhe ajo pak a shumë ka udhëzu qysh me e njeh rrugën e Montessorit. Jo veç shoqërinë kosovare, duna me cek se kjo është një metodologji e cila shkencëtarisht është e vërtetuar që ju ndihmon fëmijëve me u zhvillu në ritmin e tyre që e kanë të natyrshëm. Pra e ndjek fëmijën, fëmija është në qendër. Në shkolla Montessori është shumë ndryshe, fëmija është fillimi edhe fundi i gjithë shkapit. Kur kemi ardhur në Marigona Hill, e kemi pas lirin e plot me e konstruktu, me dizajnu shkollën ashtu qysh na përshtatet neve. Secila klasë, për shembull, e ka qasjen e dritë natyrshme që është diçka elementare që fëmija duhet me e pas. Milka, mirë se vjen në serin Over the Hill. Faleminderit shumë, faleminderit që më keni ftu. Është kënaqësi. Je rritur në Prishtinë. Çka kujton nga fëmijëria jote? A ka ndonjë moment të veçantë që mund ta mbash me ne? Po, në fëmijërinë kom kalu në vitet e 90-ta, pra nuk u koni kohë siç është tash. Fëmijët tash rriten shumë më ndryshe se ç'ishim rrit na. Prej fëminisë teme e kujtoj kohën me familje, kur kemi shku në përpushime të cilat nuk kanë qenë shumë të shpeshta, kanë qenë pak më të rralla, edhe kohën që kemi kalu në gërmi si familje me shoqni edhe që ka qenë si piknik. Tash është shumë e zakonshme, po atëherë nuk ka qenë shumë i zakonshëm diçka e tillë. Kështu që ajo mendoj që më ka kriju si fëmijë, është pjesa më e mirë e fëminisë tem, po gjithashtu tash e shoh sa e rëndësishme është me pas një qasje natyrë. Absolutisht, dhe si që dhe e përmende koha e fëmirisë sate që je rrit, edhe me kalu këtë kohë me familje është rëndësishme, edhe me i bo piknikët qysh i kemi bo në të kalumen. Diçka një moment të kthese në që të përcjell gjatë zhvillimit tënd edhe gjatë hapave që i ke ndërmarr në vendimet për me kriju diçka të rëndësishme, për mja kushtu fëmijëve të brezave të ri, nga familja jote? Po, një prej sendeve kryesore, mendoj që më ka kriju si njeri, normalisht është na gjithmonë edhe me psikologji tash, kur flasim për njerin, për njerion, edhe për ato se çka është tash, zakonisht kthehemi në fëmijëni, edhe kçyrim qysh ka qenë fëminia, edhe qysh që ajo fëmini e ka ndërtu qatë person, caktu. Edhe one prej fëminisë teme që ka majnë mend është një pjesë në vitet e 90-ta kur na kanë largu prind prej punave, babi ka qenë shumë prezent në qatë kohë në shtëpi. Edhe një prej kujtimeve që asaj kohe është që shumë kemi bo aktivitete me babin specifikisht në shtëpi. Mami për një arsye se tjetrën ka vazhdu me punu, mirë po babi ka qenë një kohë caktuar në shtëpi. Edhe krejt që ka majnë men është ato aktivitete që i kemi bo me babin. E kjo tash ka mund të lidh pak edhe në të ardhmen kur të vazhdojmë bisedën se gjithçysh kemi mu kapte ajo pjesa e prindit të qenurit prezent. E mendoj që ajo është ajo kthesa që e ka bo një temë, pse është e rëndësishme madje kur jom bune prind, që e kom pa të rëndësishme me kon adin si prind prezent. Nuk është veç me kon fizikisht me një hapësinë, po me qenë prezent do me thonë me pas pak interakcion, me pas bashkëpunim me fëmijë. Absolutisht. A ka ndonjë thënie, ndonjë filozofi që ty të përcjell në jetë dhe kësaj dite? Ka plot, po një që e përmendi shpesh është memento mori, është fjalë latine, është pak morbide se duhet qysh përkthehet kështu bukfalisht është që duhet më kujtu që kemi me vdek dikur. Kështu është pak morbide, po realisht në vete ka ato që duhet me jetu qëllimshëm, me pas qëllim edhe me u çdo ditë mëngjes edhe me jap një kontribut caktuar në shoqni. E që ajo është diçka që çdo ditë adin e kujtoj. Tham okay, sot duhet më çu edhe me shku në punë edhe më kujtu që puna ime është më shumë kontribut për fëmijët, për brezat e ardhshëm, se sa veç një punë që e bëj mekanikisht apo. Kjo të ndihmon në jetën tënde profesionale që ti e zhvillon në baza ditore? Profesionale po edhe personale, se s'po më nda njënën prej tjetrës, a vjen është unë këtë punë e bëj për shkak se e du shumë edhe e shoh një mënyrë tamël me jap kontribut për Kosovën, se qysh me thonë edhe kom studiu
jashtë Kosovës, me shumë qef jom kthy me jetu në Kosovë dhe që kjo është kontributi jam. Kështu që edhe në aspektin personal ndihmon, po edhe në aspektin profesional. Po du me thonë edhe në aspektin profesional ndihmon, po edhe personal. Se personal, për shkak që e di që kjo qëndron, mundona me qenë prezant në jetën e fëmijëve të mi, prezant në jetën e familjes, familjarëve ma të gjanë edhe që të me kontributin tem edhe në familje. Nëse kthehemi pak te momenti apo kurreshtja që e ke pas që të ka shty për me marrë një kthesë të tillë, një pjesë thelbësore që mundesh me nda nga karakteri yt që të ka ndihmu me zhvillu një biznes të tillë, me një ndërmarrësi të tillë. Une nuk e kam jetën, kështu nuk e kam pas aspektin profesional shumë të një trajqëm me thonë, që e ki zgjedh një profesion, kër i ke pas 18 vjetë, e ke jap kontributin të në qatë profesion. Unë e kom ndru profesionin, kom studiu biznes, kom punu shumë gjatë në ambasada amerikane, kom pas punën me sektorin privat, mirë po, kër jom bo prind në kohën e lirë, që shme thonë, kom super Montessori. Edhe qatë shumë u ka zgju kurreshtja, se në shta vetë karakterin e kom me qenë pak ma kurreshtare, qatë shumë u ka zgju kurreshtja, sa që jom thellu shumë në temën e Montessorit, mandej bas disa lidhjeve që i kom pas me njerëz saktum, jom taku me një mentore, cila jeton në Amerikë, edhe ajo pak a shumë ka udhëzu qysh me e njek rrugën e Montessorit, kur e kom pa që sa e rëndësishme është me eduku brezat që kanë me ardhë, kom vendos që, unë e kom kryp Montessorin për fëmijët e me, edhe për me konë me mujt me kontribu fëmijëve të me, mirë po e kom kuptu që qka nëse që to qka e kom mësu e shpërndajmë, edhe e filloj me një shkollë të vogël, edhe e kemi fillu me një shkollë shumë të vogël. Edhe mandej e kemi jap kontributin, edhe qashto, për shkak që saj natyrës që e kam pak ma kurioze, mundona me u thellu në sene caktume, ka orë që kjo qka është sot këto në Marigona Hill, po edhe shkolla tjetër që është në Lagjën, Kalabria. Përmende Montessorin dhe programi i Montessorit është i veçantë krahasu me programet tjera që zhvillohen në për institucione parashkollore. Pse është i rëndësishëm programi apo koncepti i Montessorit në zhvillimin dhe ndërtimin e një fëmije në shoqërinë kosovare? Jo veç shoqërinë kosovare, duna me cekë se kjo është një metodologji e cila shkencarisht është e vërtetume që ju ndihmon fëmijëve me u zhvillu në ritmin e tyre që e kanë të natyrshëm. Pra e ndjek fëmijën, fëmija është në qendër. Nuk vjen asnjëherë mësuesi, në këtë rast në shkolla Montessori nuk ka mësues, ka udhërrëfyes, me thonë sot kemi mësu që ta, ose mi mbledh një grup të fëmijëve dhe sot kemi mësu që ta. Nuk ka. Do me thonë mësuesi, udhërrëfyesi është në klasë me ndjek fëmijën, me pa qysh qaj fëmije ka ritmin e natyrshëm të zhvillimit, edhe me përkrah ata. Pra shkencarisht vërtetohet që kur një fëmije ka kohën, jepet koha, hapësira e duhur për me u zhvillu, ai ka me u zhvillu ashtu qysh e ka natyrshëm zhvillimin e vet. Për dallim prej shkollave tradicionale, ku fëmijët janë të kategorizuar bazë të moshës, jo në bazë zhvillimit, vendosen me një grup, edhe aty mandena gjithçka prej mësuesit vjen, edhe fëmijët e bojnë që ato që ka nevojë me u bo prej fëmijëve. Programi për cilët është diçka strikt, ai ka mri fëmija kohën për me bu një gjatë caktuar me ajo pak luan rol, programi ekziston, duhet më përcjell edhe kaq. E në shkolla Montessori është shumë ma ndryshe, fëmija është fillimi edhe fundi i gjithë shkafit. Për shkak se fëmija ka me qenë ai që zgjedh çka don me punu, edhe i japet hapësina për me e perfekcionu një gjatë caktuar çka do që i intereson, pas zhvillimit vet që e ka. Çerdhja që ke ndërtuar Marigona Hill është rezultat i një vizioni të qartë që e ke mendu edhe e ke fillu me praktiku. A ka pasur ndonjë moment vendimtar që ke mendu me veten apo ke thënë pse ke ndërtu këtë shkollë? Po, çdo ditë. Çdo ditë kemi dyshime, është pjesë normale e gjithkujt që mirret me këtë punë. Është punë shumë e vështirë, edhe nëse nuk e don është shumë edhe më vështirë me bu. Mirë po kur e kemi fillu, unë thash edhe më herët, kur e kemi fillu shkollën, kemi fillu në Lagjën Kalabria me një objekt që i ka përmbush disa kushte caktume. Mirë po Montessori është shumë rigoroz ndo kërkesa që i ka ku fëmija manovron gjatë ditës. Kur kemi ardhur në Marigona Hill, e kemi pas lirin e plot me e konstruktu, me dizajnu shkollën ashtu qysh na përshtatet neve. Secila klasë, për shembull, e ka qasin e dritë natyrshme që është
diçka elementare që fëmija duhet me pas. Mandej ka hapësinë të mjaftueshme me mujt me manovru brenda klasës edhe krejt dizajni që është bo prej perspektivës të fëmijët. Pra, për me banalizu, jena ullë në tokë, jena bo sa fëmija dhe kemi këshyrë për perspektivës të fëmis, qysh funksionan se cili sen. Edhe nëse për çfarë do arsye na ka marrë mendja që nuk funksionan, nuk e kemi bo. Pra gjithçka është për një me kështu fëmija në qendër. Mrekullueshme. Gjatë këtij procesi, me siguri që ka pas dhe sfida, si nën, si edukatore, si ndërmarrëse, si grua, mund ta me na fol pak për këto sfida. Po, është vështirë me konë edhe prind, edhe me pas biznes, me qenë gru. Këto janë qysh me thonë pak a shumë të ditme që ekzistojnë dhe sfida caktume, që kur je prind, je nanë edhe dën me hap një biznes. Unë e duna me cikë që gjatë kohës kur kom vendos me hap shkollën, kom qenë 7 zane me fëmijën e dytë, ajo kom proces në veti, o dash njerë me akomodu faktin që jam në një proces të ri, e duna e nëzme pru një fëmijë në jetë, mandej mu marrë me rritjen e disa mujve të parë me ta, mandej bashkë me ta, e kena fillu qysh me thonë shkollën. Ka njerë kur harroj sa vjetë janë bo që kom fillu me shkollën Nido Montessori, kujtona sa vjetë i ka djali jem. Dhe që ashtu më kujtohet që qaq vjetë i ka dhe shkolla, sfida ka të panumërta, s'ka diskutim, si nanje gjithmonë ai prindi anglisht thuhet by default, që çka do që ndodh, nana është aty gjithmonë, ka sfida, unë kam pak fat se e kam edhe një partner që është shumë më përkrah non stop, edhe kur ka nevojë qysh me thonë i dojmë punë. Atë ka një herë nëse ka nevojë në menajt me fëmija, ose aj i ndojmë qështo. Sfidat janë të panumërta, po i te i kalojmë, që me thonë. Mundohem me këqyr anën pozitive edhe me i te i kalu sa ma shumë që është e mundshme, për shkak se unë i kam 2 fëmijë të mi, po i kam edhe shumë fëmijë që i kam që me thonë janë përgjithësie. Pjesë e pikëllimshmërisë të ndërmësarën që shme është me pas përkrahje prej partnerit të familjes. Ajo është e para. Po gjithë këtë punë, ku e mban motivimin, ku e gjen energjinë, a ka diçka që të përcjell ndonjë ritual që e bën që më të ndihmu me gjithë këtë aktivitet dhe angazhim? E kam një ritual që unë mëngjes çdo ditë edhe e pi një kafe që e bëj vetë. Njerëz të vëna krejt pim kafe, po unë e kam është një prej seneve të pakta që i bëj përpara kena dalin vrap, tash s'po dalim më qatë shumë, po e kam që që unë mëngjes e bëj një kafe, edhe zakonisht më ka met pak shprehi prej kur kemi vrapu që mu qumë 5 mëngjesit, edhe që aty kom një orë, dhe sa qohën fëmijët që jam veç vetë. Edhe që ajo është rituali i përditshmërisë çdo ditë, kështu edhe ku me di çka me ndodh, adhen edhe me kom pa gjumë një natë ma herët, është diçka që e bëj çdo ditë. E rëndësishme se që ajo ma jep shtytjen që më vynë për gjatë ditës. Mandej motivi tjetër, adhen është punë e vështirë që thash, po kur e shef një të përparu edhe kur e shef ekipën që vjen me shumë qef në punë, mandina është shumë ma letë shjo. Motiv shumë i rëndësishëm. Çka ju ka tërheq në Marigona Hill, kur e morët vendimin për ta ndërtu këtë qerdhe të dytë në këtë lagje, në këtë ambient tashmë, si që e ndjeni si një shtëpi e jotja e dytë, po thuajse që e ka një punë më të madhe të ditës, edhe bashkë me familjen, ndoshta, se ky vendim në Marigona. Prishtina nuk ka infrastrukturë me e kriju një shkollë, që me thonë prej zeros, me konë dikon ofër, s'po di, dikon me një vend ku ka pak ma shumë banor, edhe që është ma e logjikshme në tojza me bo një shkollë aty. Edhe kemi mendu çka është alternativa, na i kemi shiku lagje të ndryshme. Mirë po Marigona Hill, diçka që e ka shumë unike, është që duket që është larg, po realisht është shumë mirë e lidhën me disa pjesë ndryshme të qytetit. Duna me cek që të na në shkollë nuk vinë vetëm fëmijët e lagjës, që është patjetër që fëmijët e lagjës janë krejt këto për momentin, kur të që jeton lagje, po të na vinë edhe prej vendeve tjera, dhe nuk është diçka që lokacioni, po kjo për shkak metodologjisë, qasjes, kualitetit shkollës e tjerë, po është e rëndësishme që vetë Marigona Hill si lagje ka qasje me lagje tjera të cilat janë gjithashtu shumë të mëdhaja, por na kemi dhe fëmijë që vinë për shembull prej Fushë Kosovës, se kjo si lagje ka
prej autostradës vinë me një herë këto, shumë lehtë qasja, nuk ka trafik, nuk ka probleme që me thonë për me mri këto, edhe normalisht fakti që kemi pas lirin e plot me bo shkollën ashtu që na ka konvenu neve. Këto një diçka që është plus, është që lagja është shumë e sigurt, ka shumë e rëndësishme, e dyta është shumë ajri i pastër, na e kemi këto pak si pikë të dobët se gjithmonë e këshyrim kualitetin e ajrit para se me dalë jashtë, lunë rol shumë të madh për shkak se fëmijët janë në zhvillim me sipër, janë 6 vjet e para, pjesa më e ndihshme e zhvillimit. E këtu për shembull është ajri shumë i pastër, normalisht kushtet në lagje janë besoj që krahasohen me ndonjë vend tjetër për shkak se lagja vet njerëzit që janë aty, stafi që punon Marigona Hill gjithmonë janë të gatshëm me ndihmu në çdo moment, kështu që nuk kam pas asnjëherë as problemin më të vogël me thonë, për shkak se gjithmonë ju kanë qenë problemet prej bezgjidhem, jo smoj, po bezgjidhem. Ambienti në qeve, qysh prej hyrjes, edhe sa e rëndësishme është me pas edhe një oborr, një ambient t'jashtëm për fëmijë që i pash duke lujt jashtë derisa hym këtu bashkë. A ka ndonjë hapësirë në këtë objekt, në këtë qerë dhe në Marigona Hill që ti e ki për qefi? E mund është me nda me ne si diçka më të veçantë. Po mdoket që tu ku jemi, se që kjo është klasa e parë që e kemi bo, dhe gjithmonë klasa e parë një qirë dhe ta jep një ndjenjë të ngrësisë, me thonë. Une jam pak e kështu vetë jepna ka matematika ma shumë, edhe shihën klasë që kom dimu unë pak mu bo, për shkak se jep që shtu ka pak ma shumë matematikë dhe ka pak ma shumë ju ka rëndësi numrave, normalisht të mos i lohen ana ashtu pjesë tjera, po matematika besoj që është diçka që kështu është e jemja personale. E kështu që kjo klasë kisha me thonë. Edhe shumë shkire kemi pas me vendosë, se bashkë që ta, po këtu kemi fillu. Shumë lidhje interesante. Edhe pse përdor pothuajse të gjitha rrjetet sociale, i shfrytëzon pak, si mund është me balansu tash jetën personale, shoqërinë, aktivitetet që ndodhin me angazhimet që i kitë shumëta me fëmijë, me qerë dhe me shumë fëmijë. Kush më nje din që unë edhe mediat sociale, me në Instagram na i fatën e me qitë, se shumë pak, bile e kom pas edhe qasin e njëtë edhe me qertë, adin me rrjetet sociale që i kena të shkollës, ato qaq pak i kemi përdorë, që shme thonë, bile më kanë kritiku shpesh, unë e kom prind në qerë dhe të cilët mirën me marketing, me media sociale, janë specializum në qatë fush, edhe shpesh kanë orë takim edhe më kanë thonë, yllë brendreqi pak, a vëzën se s'janë kur qysh. Mandenja një vjetë e kom kalu të e lutë dikon me ardhë, viq pak me në ndihmu, edhe që një 3 javë që shto është të punu me neve, pak është të në ndihmu në aspektin e mediave sociale, po unë e vetë personalisht nuk është që kom pas në i herë diçka shumë, jam mjapë shumë mas mediave sociale. Kreti kam, përshka shoqënisë që i kam që s'jetojnë Kosovë, që shto e majmë kontaktin me ta, po nuk është që më kanë lujtë shumë rol njët, po besoj që kjo pak edhe me mosh. Na i përkasin pak. Dhe reklama me njën, po besoj janë vetë fëmijët, vetë prindrit që vinë prej lagjës edhe ndahen me programin dhe kujdesin që ju kushtohet atyre. Qështu dhe jemi rritë, qështu në mënyrë organike, nuk është që na i herë kemi bo diçka marketing ose jemi mundu. Mirë po besoj që këto ekzistojnë për një arsye, edhe punën që e bojmë na shpesh ka shku, o botona jo punë edhe so po, diqysh se kemi kallëzu sa kemi pas, qka kemi punu me fëmijë edhe besoj që tash është koha pak edhe me tregu për një mes qka bujmë. Shumë është dhe rëndësishme pjesa e eksperiencës personale, po gjithashtu ka hapësina, abdin me kallëzu pak edhe pse kjo metodologji është e tillë edhe pse ju ndihmon fëmijëve në aspekte caktuara. Në ndërlidh me këtë se sapo e the, si është e Kosovën e së ardhmes, që dhe cili do të jetë kontributi yt i ardhshëm në zhvillimin e fëmijëve të kësaj shoqërie? Maria Montessori e ka nis krejt këtë metodologji të i observu fëmijët, do me thonë të i vëzhgu fëmijët, se vëzhgimi është pjesa më e rëndësishme e metodologjisë. Të i zhvillu metodologjin e ka kuptu që, ose ka punu për paqen botë. Se ajo, për shkak të jetës që e ka pas, ka shku në për vendet të ndryshme në për botë, vetë ka qenë italiane, edhe në Itali ka fillu, mirë po me ko mande ka shku një ndi, edhe një ko gjatë ka punu një ndi, edhe ka kuptu që fëmijët kudo që shkon në botë janë të njëjtë. Nëse punon me ta, prej kur janë të vegjël, dikur në botë ka më mri paqja, e vërtet.
që kjo konë që është me thonë synimi i saj, edhe që ajo është diçka për cilën ajo ka punu për to. Në Kosovë mendoj që nëse fëmijët edukohen në një shkollë që është një do Montessori edhe ekspozohet në metodologjinë Montessori, ata i mrin dy gjana caktume që e kanë shumë vështirë me mrin në vende tjera ose në edukimin tradicional. E para është zhvillimi i mendimit kritik, për shkak të janë bu studimet ndryshme, të cilat e përkrahin se fëmija kur punon me materiale Montessori e zhvillon mendimin kritik, nuk është puna adin me lexu, adin me shkrua, adin numra deri në 100, pa ka rëndësi ajo. E rëndësishme është që kur punojnë me materiale, ata janë gjendje me pas me zhvillu mendimin kritik, me bu pyetje vetës gjatë procesit. Sakt. E dyta është për shkak që klasa si klasi ka moshat e përzime, se cili material është veç një në klas, ata duhet me prit radhën e tëne, kur vjen puna me punu një material që shokujt të në është të punu me to. Në këtë proces, ju ndihmon atyve me zhvillu inteligjencën emocionale. Kur ki mendim kritik edhe ki inteligjencë emocionale zhvillume, nuk ka libër psikolog, studim që thot që kime pas jetën e vështirë. Do me thonë, kur këto dyja i ke, jeta jote ka me qenë shumë ma e thjesht në thojza, se ka dhe aspekte tjera, mirë po në raport me njerëzit tjerë, në raport me punën, në raport me vetë-vetën, me familjen e tjerë, kime konë shumë ma i përgatitën. Kështu që dy sene shumë kryesore që zhvillohen këtë metodologji janë mendimi kritik edhe inteligjenca emocionale. Nëse mendon ose të doje që fëmijët e tu me pak të episod, këtë bashkë bisedim që që jemi duke bën e fakt, që kështë pas qef ata me kuptu nga kjo bisedë për teje, me mbajt e mend, që kish mi ju shërby atyre në tarmen. Fëmijët e mi, me i ndjek ëndrat. Që mendoj që është po pjesa ma e rëndësishme se ka njerë i zgjedhim atë rrugën që është pak bara e sigurt. Apo një rrugë e sigurt që dikush e ka trasu. E ka njerë është... E imponon shoqënia. Po, se imponon shoqënia. Po, ma e rëndësishme është me trasu rrugën tonde. Kështu që është e vështirë pak, po mendoj që është ma e rëndësishme, ja. Po, besoj që do ta marrin këtë mesazh ata. Ju ka faleminderit shumë dhe falë kësaj bisede dhe këto momente gjatë karrierës prej idesë fillestare deri te realizimi që i ndave me ne, besoj që kanë më ndihmu edhe institucioneve tjera, edhe shoqërisë dhe prindërve, se si me u fokusu edhe me i rritë fëmijët e tyre dhe me zgjedhë shkollën e duhur, lagjen e duhur për me ju jap atyre një fëmijë sa më të mirë. Kështu që Shpresoj që ajo ka me qenë. Për neve është e rëndësishme që këtu ku jemi kemi kriju qëtë komunitet, njerëz të cilët janë prindër që e kanë ndjek një zhvillim alternativ për fëmijët e tyre. E vrej që gjeneratat e reja të prindërve janë shumë ma të informuar, kanë pak ma shumë vetbesim dhe i ndjekin ma të mirën për fëmijën e tyre, kështu që po shpresoj që shpërndohet. Ju jap edhe një konfirmim të dytë për zgjedhjen që e kanë bërë apo mendojnë ta bëjnë, kështu që faleminderit shumë për ideja. Faleminderit shumë edhe për juve.